edhe pse është duke ra shi, ne do ju prezantojmë penthousein më të mirë në shitje në lagjen Kodrina. Ky penthouse sipërfaqe të brendshme ka 321 metra katror sipërfaqe bruto. Aja që e bën më të veçantë qëndrimi ditore dhe kuzhina është ndarja fizike. Kuzhina është mjaft e madhe, jo që ta zën një kuzhinë, mirë po ketë mobilerin unë është me shti këtë pjesë. E veçantë tjetër e këtij penthouse është që nga lindja deri në perëndim e ki diellin përpara. Ne shohim shumë prona, veç organizim sikur ky penthouse që ka kaq të mirë, rrallë mundesh me gjetë. Në këtë korridor i kemi të radhitura 5 dhoma gjumi. Secila prej dhomave të gjumit është më e madhe se tjetra, ndërsa dhoma e qiftit ka një organizim fantastik. Shtrati, pjesa e dollapa, ndërsa këtu është para pa edhe një vask e bukur, edhe me të veçantë, dhomën e qiftit e bojnë këto 2 super terasa. Njëra është këtu, e cila sheh veri lindje, dhe terasa e dytë është kjo këtu, ku e keni pamjen fantastike nga parku i lagjes Kodrina. Përveç qëndrimit ditor, i cili ka dalje në këtë terasë madhështore të këtij penthouse-i, edhe dhoma e 5 të gjumit ka po të njëjtën dalje. Ndërsa këtu, tash masi është festat e fund vitit, fishek zjarrt, mund të shihni komplet ndryshe. Çmimi i këtij penthouse-i të bukur kushton 370.000 euro.